Radha është tani për intervistën në studio e ftuar është deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës, Elisa Hoxha. Mirëmbrëma dhe mirë se vini zonja Hoxha. Mirëmbrëma, mirë se u gjej. Tjetër përpjekje për konstituim në Kuvendit të Kosovës e 15 me radhë, por asesi të konstituohet Kuvendi i Kosovës. Deri kur kjo bllokat, zonja Hoxha, si të dilet nga kjo krizë institucionale, cila është zgjidhja sipas PDK-s? Me të thënë drejtën, lëvizjave të vendosje, e udhëhequr nga zotëri Kurti, e ka futur komplet procesin e kuvendit në një rrugë qore dhe jo kushtetuese. Rrethonat fillestare dhe barikadimi tyre që tjetë gjithmonë, gjithsesi zonja Haxhiu, por edhe pamundësia që ta krijojnë shumicën e thjeshtë, duke u thirrur që obligim dhe detyrim i deputetëve është që të votojnë çfarëdo që zotëri Kurti dëshiron, morën epilog të ri pas takimit që zotëri Kurti kishte thirrur liderët e partive politike dhe në takim ishte vetëm kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës dhe pas atij takimi komplet rrjedha e seancës mori një tjetër kohje, duke ndryshuar formën e votimit, gjë që thjesht është në kundërshtim me rregulloren e kuvendit. A ishte kjo oferta e zotit Kurti ndaj zotit Krasniqi, pra, që të shkojë me votim të fshehtë apo jo? Jo, ndoshta ata edhe brenda kanë diskutuar për diçka të tillë, por zotri Krasniqi nuk është pajtuar as me idenë e zonjës Haxhiu që ne ta votojmë atë dhe diskutimet e tjera të cilat ne, domethënë, po besoj që nuk ishte dashur unë t'i diskutoj këtu, sepse kanë qenë diskutimi brendshëm i tyre, por që qëndrimi ynë ka qenë i njëjtë, me qenë se diskutimi dhe ajo çfarë ka qitur në tavolinë zotëri Kurti ka qenë po ashtu e njëjtë. Prandaj qëndrimi i Partisë Demokratike nuk ka ndryshuar, por ka ndryshuar rrjedha e seancës pas atij takimi, duke krijuar një rrethanë si duket për ta kursyer thirrjen e emrit të zonjës Haxhiu në çdo seancë, në një tjetër formë të votimit, që është votimi i fshehtë, e i cili tani thret për themelim të komisionit, domethënë dhe pastaj për votim të fshehtë. Për PDK-n, kjo mënyrë e vazhdimit të seancës konstitutive është e papranueshme. Pse e kundërshton? Nuk është puna që ne e kundërshtojmë, thjesht ne nuk votojmë fare tani e tutje, besoj e keni parë në seancat e radhës. Por ideja është pse nuk pajtoheni? Nuk pajtohemi sepse është kundër kushtetuese dhe nuk votojmë as për, as kundër, as nuk abstenojmë për diçka që është proces kundër kushtetues dhe në kundërshtim me rregulloren e kuvendit. Po e them sepse në rregullore është procesi i qartë. Edhe vendimi gjykatës kushtetuese të vitit 2014, pavarësisht që thret që deputetët në seancën konstituive duhet të votojnë për, kundër ose do abstenojnë, më është në vullnetin e tyre. Megjithatë, ka një hallk të cilën njerëzit në shumë raste edhe në studio televizive e anashkalojnë dhe kjo është procesi në të cilin nis seanca konstituive. Dhe procesi nis me mbledhjen e kryesisë së vjetër, ku përcaktohet skenari, përcaktohen kush janë deputeti më i vjetër dhe deputeti më i ri që do ta udhëheqin, do ta drejtojnë seancën konstituive dhe normalisht skenari i cili domethënë duhet të përcillet. Zotri Dehari në mënyrë flagrante në kohë dhe hera të ndryshme ka dalë dhe nuk e ka përfill skenarin, por në anën tjetër anashkalimi kryesor është që nga votimi i hapur, i cili është vendosur në kryesia ditë, në proces është ndryshuar forma e votimit. Dhe kjo nuk lejohet. Nuk lejohet në seanca konstituive. Ne mund të kemi formë të votimit të mbyllur dhe të hapur në seanca të rregullta për çështje të caktuara. Besoj keni parë bordet ose proceset të caktuara votohen me proces të mbyllur, por ky nuk është ai rast. Dhe duhet ta kenë të qartë të gjithë aktorët pa dallim. Dhe kjo është ajo që ne faktikisht nuk është se kundërshtojmë, thjesht ne nuk marrim pjesë në një cirk, ta them kushtimisht, i cili është komplet me rregullat pashkruara të cilat zotri Kurti i shpik për të krijuar një situatë e cila tani e ka vu komplet institucionin në një rrugë qore. Në një rrugë qore, në cilën nëse akuzon për bllokat, juve si PDK, LDK-n, AK-n, bashkë me listën serbe sipas tyre, po bllokoni konstituimin e kuvendit? Shikoni, partia e cila ka fituar shumicën e votave në zgjedhje, përveç që ka mundësinë të propozoj
dhe ta marrë pozicionin e institucionit kryesor, domethënë Parlamentit të Kosovës, normalisht me atë mundësi i vinë edhe detyrimet, sepse ne nuk kemi detyrim t'i votojmë Zotit Kurti çfarëdo që ai dëshiron. Dhe kur them detyrimet, nënkupton shumicën e thjeshtë. Ai duhet të jetë personi që mban pishtarin dhe thret në tavolinë dhe dialogon me këdo që dëshiron brenda kuvendit Kosovës për ta krijuar shumicën e thjeshtë. Dhe kjo nënkupton zgjedhjen e kryetarit kuvendit, por edhe mundësinë e shumicës së thjeshtë për ta votuar qeverinë e Kosovës. Andaj, nëse zotri Kurti nuk ka arritur gjë që duket në çdo seancë, domethënë janë 54, 56, 57, aty si ka numrat, nuk i ka numrat. Kjo situatë e zhagitjes i konvenon në dy mënyra. E para, konvenon vetëvendosjes. Natyrisht se i konvenon, sepse zotri Kurti vazhdon të shkruajnë në zyrën e kryeministrit, vazhdon të nënshkruajë kontrata, vazhdojnë të qarkullojnë para të nënshkruara nga digasteret e ndryshme, hiç më larg se dje apo pardje ishte një kontratë nënshkruar për 3 vjetët e ardhshme për biletat e avionëve, dhe shumë kontrata të tjera që po i shohim, qofshin dhe këto të energjisë, dhe për të është fush me lule, ta them kushtimisht, sepse kuvend nuk ka, llogaridhënie nuk ka, ai pushtetin vazhdon ta mbaj, nuk i respekton, me qenë se e shkel kushtetutën sa e so herë, edhe gjatë mandatit të tij 4 vjeçar, por edhe tani, nuk e ka problem as kompetencat e ligjit për qeverinë që janë të limituara për qeverinë e detyrë t'i shkel, sepse fakti që ata janë betuar, zotri Kurti dhe ministrat e tij janë betuar në kuvendin e Kosovës, nuk kanë mundësi dhe nuk do duhej më të shkonin në zyrat e qeverisë, sepse ligji për qeverinë e thot qartë në 26.1 që akterët që janë në qeverinë e detyrë në momentin që zgjedhen deputet dhe sidomos në momentin kur betohen në kuvendin e Kosovës dhe legjitimojnë mandatin e tyre me betimin si deputet, duhet thjesht të mos ushtrojnë rolin në ekzekutiv. Njëjtë thot edhe Kushtetuta e Kosovës në 72 për papajtueshmërinë, thjesht e tregon që deputeti i kuvendit Kosovës nuk mund të ketë pozicion në ekzekutiv as në ndërmarrje publike. Qartë, Zonja Hoxha, duke parë këtë insistim pra të vetëvendosjes me Zonin Haxhiu që tjetë kryetare e kuvendit, si të dilet nga kjo situatë, cila është zgjidhja sipas PD-s pra? Shikoni, ne nuk jemi aty për t'i dhënë zgjidhje zotit Kurti. Ai ka fituar zgjedhjet, atij i takon mandati dhe propozimi për kuvend Kosovës, dhe nëse ai për të 15 herë nuk e kupton që duhet bëj një lëvizje tjetër dhe të mendoj se si ta krijoj hapësirën për të ecur përpara, përbes kjo është e pafalshme. Partitë opozitare kanë dhënë opsione të ndryshme, i kanë thënë ndroje personin dhe tani nëse ka mbetur shteti i Kosovës peng vetëm në një emër të përveçëm, për mua është përkeqardhje, thënë të drejtën. Se është e papranueshme, zonja Albina Haxhiu. Tani ne kemi arsyetimet tona. Ne kemi arsyetimet tona që për njerëz të caktuar mund të duken edhe jo të arsyeshme, por që në fakt po kthehem tek parimi bazë. Në fund fare nuk do jap cilësime as mendime për zonjën Haxhiu, thjesht do e them veç një gjë të thjeshtë, të cilën e thot edhe Kushtetuta, deputeti nuk është i obliguar dhe i detyruar të votojë çfarëdo që dikush tjetër dëshiron. Kështu që unë këtu do ndalem, pa çka që ne kemi arsyet tona, për shkak të shumë gjanave që kanë ndodhur edhe në historikun e punës dhe angazhimit e sidomos të më thonë komunikimit jo miqësor të zonjës Haxhiu karshi akterëve të PD-s, po më së shumti lidhet me mosveprimin e saj në shumë momentet për aspektin e dhomave të specializuara në Hagë, gjë që thjesht ne kemi një farë pozicionimit që thjesht nuk e dëshirojmë atë si kryesuese të kuvendit. Ndonjë emër tjetër i pranueshëm? Nuk e kemi diskutuar asnjë emër ne në parti, krejt çka kemi diskutuar dhe çfarë zotri Krasniqi, kryetari i partisë, i ka proklamuar zotrit Kurti. Kemi parë zotin që është më i afërt, i ka thënë edhe me PD-n. Shëndetet me juve. Nuk ka të bëjë me afërsi,
se shikoni se edhe kjo puna e përshëndetjeve shumë interesante dhe mirë për të diskutuar. Po ja vlen sepse zoti Kurti as nuk i përshëndet fare. Hyn në kuvend, nuk i përshëndet. Po pra, dhe kjo është për të shqetësuar jo për ne, po për zotin Kurti, sepse ta përshëndesësh dikë në institucion ose në jetën publike, nënkupton sjelljen minimale apo sjelljen elementare, mirësjelljen elementare. Ne s'kemi nevojë për të pasur dashuri me njëri tjetrin apo simpati me njëri tjetrin, thjesht në institucion ne duhet komunikojmë në kuptim racional, mund të kemi beteja të ndryshme, mund të kemi mendimet ndryshme, pikëvështrimet ndryshme për proceset e njëjta dhe krejt betejat brenda institucioneve publike, qoftë në këtë rast në Kuvendin e Kosovës, duhet të balansohen, të peshohen dhe në momentin që marrin shumicën, normalisht ne duhet t'i respektojmë. Zotri Kurti nuk përpiqet si dikush që i ka fituar zgjedhjet, apo më mirë them ka marrë më së shumti vota në zgjedhjet e fundit. Apo përpiqet në fakt Glauku Njufca? Nuk e di, nuk mund të them sepse me thënë drejtën nuk hy në këso lloj analizash. Zotri Konjufca thjesht e ka treguar që mund të ka përcej bindjet e tij partijake për të kriju klim komunikimi brenda Kuvendit Kosovës edhe në momentet më të vështira që ndonjëherë kemi pasur në Kuvendin e Kosovës, dhe kjo nuk e bën as më të dashur për ne, as më pak të padashur, sepse s'kemi nevojë për asnjë lloj relacionesh, thjesht e bën ndoshta person që është sprovuar, e ka komunikuar një gjë të tillë dhe mund të jetë edhe çdo emër tjetër i cili Kuvendi do t'i bënte nder në kuptimin e krijimit të një klime komunikimi dhe bashkëpunimi, sepse është shumë interesant ta theksojmë që në Kuvend ligjet mund vinë nga qeveria, çfarëdo lloj ligji që vjen, ato shoshiten nëpër komisionet përkatëse dhe ato amandamentohen ose plotësohen tutje, sepse është fare pak e rëndësishme në cilin mandat ato ligje janë nënshkruar, sepse ligjet nuk i takojnë një kryeministri ose një tjetri. Ligjet janë, domethënë, korniza rregullatore për fushat e caktuara dhe për shoqërinë e Kosovës. Andaj, ligjet si të tilla dhe proceset ligjvënëse nuk duhet të shihen në prizmin partijak, por duhet të shihen në prizmin politik dhe shoqëror dhe vizionar, se si ne t'i rregullojmë fushat e caktuara që shoqëria e Kosovës të ketë mundësi të zhvillohet brenda kornizave që janë të barabarta për të gjitha aktorët pa dallim. Duke parë këtë krizë të mos konstituimit të Kuvendit të Kosovës, presidentja ju ka ftuar gjitha partitë parlamentare në një takim të sejntës. Me çfarë ideje shkon PDK-ja në këtë takim? Nuk do flas për idenë me çfarë ide shkon partia, do flas thjesht për konsistencën që edhe zotri Krasniqi, po edhe PDK, domethënë si parti, e ka pasur në gjithë këtë kohë, në këtë proces. Ne nuk kemi hezituar asnjëherë të shkojmë në cilin do takim që ka ndodhur, qoftë me aktorët e opozitës ose të opozitës, pozitës në këtë rast partia që veç dikur ka qenë në mbështet, sepse tani për momentin si kemi të ndara rolet, thjesht qofshin ato publike apo më pak publike, ne nuk kemi hezituar të diskutojmë. Kemi pasur parapëlqime dhe vazhdojmë të kemi që të kemi një qeveri tjetër që bën bashk aktorët e dikurshëm të opozitës, thjesht që ka një tjetër vizion dhe një tjetër mënyrë se si e sheh Kosovën, proceset për Kosovën, zhvillimin ekonomik dhe proceset e tjera, qofshin të sigurisë apo edhe të mirëqenies. Por gjithsesi dhe ne kemi kërkuar në fakt që presidentja thjesht të bëjë një ftesë, të krijojë një urë komunikimi të re, jo që ajo do të ketë instrumente për të ndikuar dhe për të marrë vendime në këtë proces, sepse roli i saj e dim është më shumë ceremonial, mirë po megjithatë është institucioni vetëm legjitim për momentin dhe mendoj që mund të ketë një derë të re për të komunikuar dhe për të parë se si mund të dalim nga kjo situatë. Çfarë mund të prodhojnë në fakt këto takime konsultative? Çfarë rezultatesh mund të prodhojnë? Shikoni, zgjidhja është vetëm politike. Ne po e shohim që numerikisht nuk hecën. Nuk hecën dhe fakti që nuk hecën në kuptimin numerik, sepse forcat janë aty, mendoj që në tavolinë zgjidhja vetme është zgjidhje politike. Qoftë ajo zgjidhje për
një proces afatgjat, që të ketë një qeverisje në të ardhmen, që të ketë një moment të ri për jetën politike, qoftë ajo edhe një momentum për një figurë e cila nesër mund të jetë e pranueshme për konstituim të kuvendit edhe për një dakordim që të shkohet në zgjedhje të reja. Por thatë që edhe opsionin për krijimin një qeverie stabile, kush ta krijoi këtë qeveri? Nuk e përmenda fjalën stabile, veç thash një qeveri afatgjate. Afatgjate, që i bie stabile. Mirë, por kush ta formoi atë qeveri? Nga që vendosje i dërgoi ftesë LDK-s, e refuzoi. Juve akoma PDK-s nuk i ka dërguar ftesë. Apo jo? Nuk fola unë për PDK-n në kuptimin që duhet të jetë në qeverisje. Qartë, por tash është kjo. Unë fola për një momentum i cili duhet sjell një dialog. Zotri Kurti ka bërë lëvizjet e veta në raport me LDK-n, LDK-ja ka bërë lëvizjet e veta në raport me lëvizjen vetëvendosje dhe ka sjell një top të ri në lojë, të cilin për qeverinë nacionale të tranzicionit. Po, të cilin lëvizja vetëvendosje ka shutuar dhe domethënë nuk e pranon. Që nënkuptan që ne vim prapë të opcioni që kemi diskutuar gjithmonë ne, një qeveri të akterve të opozitës së dikurshme, e që edhe këtu në fakt LDK-ja ka ndonjëherë arsyetimet e veta që i duken të tilla dhe unë nuk dua të elaboroj në këtë kuptim, sepse nuk jam në rolin e analistës që të analizoj se pse ka një pozicion të tillë. Gjithsesi, mendoj që në këto procese, sidomos në tavolinën tani kur shkojmë te presidentja apo edhe nesër duhet jemi më pragmatik dhe të kuptojmë se çfarë dëshirojmë nga ky proces. Në fund fare, pishtarin e mban zotri Kurti, sepse është partia që ka fituar shumicën e votave në zgjedhjet e fundit dhe ne nuk mund të marrim as hyrësh për të bërë diçka, sepse jemi partia e dytë, mund të marrim atë rol dhe atë mundësi kur ne e konstituojmë legjislaturën e radhës dhe hymë në afate kushtetuese në proceset e krijimit të qeverisë, sepse atëherë nëse nuk krijohet qeveria prej zotrit Kurti, kemi mundësi që ta shfrytëzojmë të drejtën tonë si parti e dytë, domethënë për të krijuar një shumicë të re, gjë që mbetet të shihet, domethënë, dhe kjo është herët për të folur tani. Por pra po e them, zgjidhja vetme që mund të bëhet është një vendim politik dhe një marrëveshje politike. Nuk dua të... Vendim politik, marrëveshje politike. Çka nëse vendosje i fton juve si PDK-n një ftesë për bashkëpunim edhe në një koalicion qeverisë së zonja Hoxha? Nuk e di, nuk mund të them asgjë sepse në partinë tonë nuk është se kemi diskutuar ndonjëherë për këtë opcion. Dhe nuk kam se çfarë t'ju them më shumë. Nuk kemi diskutuar as në kryesi, nuk kemi diskutuar as në grup parlamentar, sepse neve nuk na ka ndonjë ftesë për të diskutuar, por edhe në takimet që i kemi pasur nuk është diskutuar. Ne kemi diskutuar për kuvendin. Temë sot vazhdon 15 herë, domethënë në këto 3 muaj, mbetet, domethënë, konstituimi i legjislaturës së re. Për PDK-n është e mundshme apo jo? Një bashkëpunim me vetëvendosje? Nuk e kemi diskutuar. Nuk e kemi diskutuar dhe nuk mund të jap unë këtu përgjigje që nuk më takojnë vetëm mua, sepse janë vendime që miren zakonisht në kryesi dhe në Këshillin Drejtues. A ka mungesë të vullnetit politik për të dalë nga kjo krizë, pazotësi apo çfarë? Unë mendoj që ka mungesë të vullnetit politik nga lëvizja vetëvendosje. Është shumë e thjeshtë. Domethënë janë lëvizja vetëvendosje ka Chelsea në dorë, i ka 48 deputet, ka shumicën e deputetëve, ose duhet të ulet, të bëj diskutime me partitë e caktuara për ta kriju shumicën e thjeshtë, ose duhet ta ndroj kandidatën dhe të mendoj për një kandidat që mund të jetë i pranueshëm të marrë vota në kuptim të rastësisë, jo në kuptim të si ta them kompromisit, sepse mund të ketë deputet që mund votojnë, bile ka parti që kanë propozu vetëvendosje se këta vendosin si propozim për kryetar apo kryetaret kuvendit, gjë që ne nuk e kemi bërë, thjesht neve nuk na takon t'i themi askujt se këta vendosin. Ne kemi dhënë pozicionimin e qartë në raport me zonjën Axhiu. Por këtu duhet jetë zotri Kurti vizionar, ashtu se si zakonisht bëhet kur ai dëshiron, dhe duhet të mendoj mirë se kë dëshiron ta vendos në mënyrë që ta zhbllokojë situatën. Po si duket vullneti i tij mungon për ta zhbllokuar situatën. Përgjegjësia gjitha subjekteve politike apo jo?
Që të ketë institucionet e reja? Edhe. Më falni, edhe. Sepse partia që i ka fituar zgjedhjet e ka mandatin për ta propozuar kryekuvendarin apo kryekuvendaren. Dhe me atë mandat dhe me atë mundësi i vjen edhe detyrimi për ta kriju shumicën e thjeshtë. Ne nuk jemi të detyruar me ja kriju shumicën lëvizjes vendosje. Kështu që ta kuptojmë drejt këtë situatë. Prandaj, partia që i ka fituar zgjedhjet duhet të synoj që ta krijojë shumicën e thjeshtë dhe të dialogoj dhe të negocioj. Derisa vendosja insiston pra me zonin Haxhiu si kandidate për kryetare të kuvendit, insiston pa ashtu në tentim të fshet dhe sipas tyre argumentojnë këtë duke thënë që mund të ketë disa deputet qoftë nga PTK-ja, nga LDK-ja, që do të mund ta votonin në mënyrë të fshet zonin Haxhiu për kryetare të kuvendit. A mund të ketë pra deputet nga PTK-ja? Shikoni, këto janë spekulime dhe për faktin që përmenda në fillim të emisionit që krejt procesi i votimit të fshehtë është kundër kushtetues, unë nuk dua të lëshohem në këtë lloj spekulimi. Vjen keq. Spekulim, i quani? Po spekulim është sepse mas pari procesi që është ndryshuar, votimi i mbyllur, është proces kundër kushtetues. Votimi është ndryshuar në gjysmën e procesit. Domethënë, disa seanca kanë qenë me propozim, domethënë, të hapur, dhe votim të hapur, dhe pastaj është ndryshuar forma e votimit. Ndryshimi i formës së votimit. Të dërguar në gjykatën? Natyrisht që ka. Nga AK-ja, një pjesë e deputetëve të PDK-s, LDK-s apo jo? Të gjitha partitë, domethënë që jemi pjesë e ish opozitës së dikushme. Sepse vendimet që janë marrë për ndryshimin e procesit të zhvillimit të seancës konstituive janë kundër kushtetuese, janë jashtë skenarit që është marrë vesh në mbledhjen e kryesisë së vjetër, e cila ka pasur mandat të përcaktoj skenarin dhe deputetët që do ta drejtojnë konstituimin e legjislaturës së re. Prandaj ndryshimet në proces nuk janë të lejuara. Kjo është fare e thjeshtë dhe fare e qartë. Prandaj, as nuk dua të lëshohem në spekulime, a voton dikush, as voton prej nesh, a prej atje, a prej listës sërbe, është fare pak e rëndësishme. Procesi është i kontaminuar, dhe është i kontaminuar qëllimshëm. Dhe për këtë gjë, besoj zotri Kurti i din arsyet e veta. A mund të jetë një lloj dakordimi, dalje nga kjo krizë institucionale, shpajtimi, shkuarja për në zgjedhje të jashtëzakonshme? Ka vullnet politik, e vullneti politik në kupton kompromise. Jo kryenetësi. Kompromise. Fjala kompromis nuk është fjalën dytë. Kompromisi është fjalë kyçe në proceset demokratike dhe të politikë bërjes. Sepse nuk mund të bëhen gjithmonë gjërat vetëm si do ti ose si dua unë. Dhe në situata të tilla, po të numrave, kjo është parsore në demokraci. Dhe nëse zotri Kurti ka bërë çfarëdo që ka dashur në një mandat të kaluar, sepse ka pasur 52% dhe i ka pasur të gjithë numrat, shumicën e thjeshtë e ka pasur në kuvend, sot nuk e ka. Dhe fakti që nuk e ka... Por si ish opozit nuk e keni numrat për të proceduar tutje? Apo jo? Po tash, aty edhe kjo mund të jetë një spekulim. S'është spekulim? Mirë. LDK-ja thotë që nuk shkoj as me PDK-n, as me AK-n. Prandaj. Atëherë, unë prapë po them, duhet një tavolinë dhe një diskutim pak më i gjerë me të gjithë akterët së bashku. Jemi të qartë, se nuk ishte spekulim. Duke bazuar në qëndrimin e LDK-s. Nëse kanë thënë ashtu, në rregull jemi. S'është spekulim. Atëherë mund ta bëni ju si analista një elaborim se kush qenë ka bllokuesi kryesor, pra. Kush është sipas jush? PDK-ja nuk është. PDK-ja ka qenë konsistente, ka qenë prezente në cilin do takim dhe ka shikuar cilën do mundësi për mënyrë të zhbllokimit të situatës. Normalisht, brenda hapësirës dhe kapaciteteve politike, domethënë kuptimin e hapësirës dhe numrave që ajo i ka nga zgjedhjet e fundit. A në kupton për juve kompromis që vetëvendosje pra ta ndryshoj emrin e kandidatit për kryetar të kuvendit? A do të ishte kjo tani pranueshme për PDK-n që të procedohet tutje? Shikoni, tani ne kriça po flasim këtu është spekulim. Kompromiset diskutohen aty, janë akterët kryesor, kryetarët, diskutohet, merren vesh palët, kthehen ato propozime në kryesi të partive, në këshilla drejtues, mirët vendimi dhe vazhdojmë tutje. Unë nuk mund të spekuloj për diçka që s'ka ndodhur ende. Prandaj nuk isha dashur që as me e prish
këtë momentin solem, ta them kushtimisht nëse veç presidentja do t'i pres në zyrën e saj të gjitha partit, dhe të shohim se çfarë do të prodhoj ai takim, pavarësisht, e thash edhe më herët, që kompetencat e saj janë të limituara në kuptimin e orientimit ose insistimit për një zgjidhje politike. Vullneti i saj dhe mundësia që si institucioni vetëm legjitim ta krijojë një hapësirë të tillë, mendoj që duhet përshëndetur. Përveç presidentës që ka ftuar partitë politike në takim, ka pasur deklarime së fundi më të ashpra nga faktori ndërkombëtar. Kemi parë ambasadorët e Shteteve të Kuvendit pas takimit me zotin Kurti, që kanë kërkuar nevojën urgjente pra të krijimit të institucioneve të reja. Ashtu situata që duhet të ketë përfshirje ndërkombëtare për ta zgjidhur këtë ngëshç? Shikoni, nëse ne nuk jemi maturuar mjaftueshëm të kuptojmë që duhet të hecim vetë dhe s'ka nevojë non-stop të na e mbajë dorën dikush më i madh e i huaj ose më i fortë, atëre normalisht që bëhemi si ata fëmijët që duhet me janë greveshin, po them figurativisht. Thjesht është e pafalshme me çfarë komoditeti, do me thonë, lëvizjave të vendosjes si fituese këtyre zgjedhjeve, do me thonë, e sheh krejt këtë proces dhe nuk përpiqet të krijojë një hapësirë për zhbllokim të situatës, sepse e pam edhe sot, Kosova nuk është në agjendën e takimit të Këshillit të Evropës, nuk është fare në agjendë. Vazhdojmë të mbetemi në sankcione, pavarësisht diskutimeve që janë bërë në BE. Vazhdojmë në inflacion maramendës, besoj se cili prej neve është duke e përjetu, dhe vazhdojmë, dhe me thonë, në rritje enorme të çmimit të energjisë elektrike si e para, e pastaj edhe të gjitha shërbimeve dhe ushqimeve, qofshin ato bazike apo shërbimeve të tjera që qytetari i Kosovës i merr në një formë ose një tjetër. Tani kjo nuk është për t'i akuzuar aktorët e bizneseve, sepse kur shtrejtohet rryma 3-4 herë për një vit, normalisht që e ndikon çdo proces të prodhimit e pastaj edhe të shërbimeve, por që jeta e secilit prej neve është më e rëndë, është më e vështirë dhe bëhet e cënueshme në forma të ndryshme. Dhe kur nuk ka qeveri me një vizion të ri për ta analizu këtë situatë dhe për ta bërë një diagnozë të saktë se çfarë po ndodh në Kosovë dhe ku duhet të intervenojmë për ta shfryrë këtë ballon, mendoj që kjo do të prodhojë kriza të tjera, edhe shoqërore, por edhe politike, sepse është për të ardhur keq në fakt, nëse ne kemi tentuar 15 herë në Kuvendin e Kosovës që ta zgjedhim një krye parlamentare, por që pas 2 tentativave, asnjë nga aktorët ndërkombëtar më nuk ka qenë në Kuvendin e Kosovës, se zakonisht vinë në mënyrë solemne, kur ka seanca solemne, po edhe kur konstituohet legjislatura e re. Nuk i kemi parë. Sepse edhe ata janë të frustruar me ne. Dhe ky takim që ndodhi, unë mendoj që ka qenë edhe qëllimshëm, sepse ne duhet të maturohemi. Ne duhet ta kuptojmë përgjegjësinë që e marrim me besimin që na është dhënë nga populli. Dhe atë besim duhet ta përkthejmë në përgjegjësi dhe në punë dhe në angazhim. Në fund, prap në zgjedhje kur do shkojmë, ata do të na gjykojnë. Ose do të na besojnë sërish, ose do të na ndëshkojnë. Por që megjithatë, mendoj që në legjislaturën e kaluar, Kuvendi është cënuar në kuptimin e demokracisë sepse ka pas shumicë, vetëm prej një partije, ose kushtimisht partive që veç kanë qenë në koalicion më herët, dhe ka qenë e pamundur në ushtrimi i demokracisë. Si opozit, asnjëra partisë kemi pas mundësi ta shtyjem një proces përpara, qoftë më të vogli, një rezolut për shembull që kemi pas nevojë me e bo për dhomat e specializuara për mos respektimin e të drejtave të njeriut në dhomat e specializuara, as ato s'kemi mujt me shty përpara, edhe se kemi sjell fare në kuvend sepse s'ka pas votat mjaftueshme. Tash imagjinoje nëse veç është cënu kuvendi në një legjislaturë 4 vjeçare sepse një parti për herë të parë ka pas shumicën e votave. Çka ndodh sot? Në momentin që partia e njëjtë nuk i ka fitu shumicën e votave, e cënon edhe rendin demokratik, sepse kushtetuta jonë nuk po e precizoj që kuvendim duheshim të gjithë
ta votojmë kryetarin ose sepse kemi obligim të gjithë, përderisa qeverin shumicën e thjeshtë e bën partia që ka fituar zgjedhjet. Jo. Kjo është keq interpretim dhe abuzim me kushtetutën tonë që është super bashkohore. Sepse nuk kuptohet që në një vend parlamentar dhe demokratik, partia që fiton zgjedhjet, që ka shumicën e votave, jo totalin e votave, shumicën e votave, gjithmonë do synoj të ketë dhe cakter të tjerë për ta krijuar shumicën edhe për kryetarin e kuvendit, sepse i takon si parti e parë, sepse ne jemi republikë parlamentare dhe i takon partisë që ka fituar zgjedhjet. Por njëkohësisht i kitë njëjtat vota edhe për qeverinë. Prandaj kjo është lojë fjalësh dhe instrumentalizimi i kushtetutës sonë, për ta cënuar në një, nuk po i them zbrastir, se unë nuk e shoh si zbrastir, sepse kur je vend demokratik, nën kuptohet që do kesh marrëveshje politike për të ecur përpara. Si thash, a mund të ketë pra marrëveshje politike për zgjedhje të reja, të jashtëzakonshme, zonja Hoxha? Ju si PDK keni shprehur gatishmëri dhe keni përmendur edhe një datë, 15 qershorin, si mundësi për të shkuar në zgjedhje të reja. Shikoni, nëse kjo nuk mundet kështu me shku pa mbarim. Dhe nëse zotri Kurti nuk është interesuar të shtyej procesin përpara dhe nuk dëshiron të komunikojë me askën, atëre dhe nëse as opozita asnjë ka në gjendje që e thatë edhe ju më herët t'i bëj votat për të pas një shumicë të re, atëherë nuk ka opcion tjetër. Mbetet opcioni i tretë, domethënë që të shkojmë në zgjedhje dhe besoj që në këto ditët në vijim do të kristalizohet më shumë kjo çështje, si edhe qysh nuk mund të them se nuk e di, domethënë nuk më varet nga konceptet dhe idetë e mia, por që ne duhet të dalim nga kjo situatë dhe thjesht të ecim përpara, sepse kemi shumë punë për të bërë, edhe nga brenda, edhe nga jashtë. Do t'i konvenonin PDK-s zgjedhje të reja? Shikoni, tani është e parëndësishme kujt i konvenojnë e kujt si konvenojnë. Nëse duhet me shku në zgjedhje, ne shkojmë në zgjedhje edhe nuk e diskutojmë fare atë çështje. Unë personalisht kam një mendim se çfarë do të mund prodhonin zgjedhjet në një periudhë kur ne s'kemi bërë asgjë. Si do të gjykonin njerëzit për gjithë neve pa dallim, të cilën do parti. I kanë votuar gjitha subjekte politike për të pasur institucione të reja. Po, e kuptueshme. Qoftë qeveri. E kuptueshme, por ja tani s'po ndodh për arsye të shumta dhe po shkojmë në zgjedhje mas një periudhe të shkurtë kur ne s'kemi prodhuar asgjë, s'kemi bërë asgjë, s'kemi punuar asgjë, nuk kemi parë asnjë program qeveritar, nuk kemi pas as ligje të reja. Çfarë do të ndryshojë në kontekstin e diskutimit me qytetarët, premtimeve dhe çfarë do qoftë tjetër. Po gjithsesi, nëse kjo do të jetë rrugdalja vetme nga ky ngërç, domethënë ne duhet të ecim përpara, qoftë edhe nëse shkojmë në zgjedhje. Si e keni parë këtë heshtje të zotit Kurti, nuk flet para mediave për këtë situatë bllokuese që ndodh në Kuvendin e Kosovës? Është interesant, nuk e bën vetëm tani. Në fakt zotri Kurti me kohë hesht para mediave ose lëshon një fjalë tek e tuk në disa media si ta them lokale dhe e bën qëllimshëm për të provokuar, por ai është prezent çdo ditë në secilin medium sepse gjithë debatet sillen rreth asaj se çfarë ai bën ose nuk bën, kështu që ai është prezent edhe nëse s'flet asnjëherë. Derisa nuk flet për krizën në Kuvendin e Kosovës, sonte ka folur zoti Kurti për Eurosongun, festivalin evropian, zonja Hoxha, duke ditur edhe të kaluarën tuaj si artiste këngëtare. Kurti shkruan kështu: zjerën në Eurovision, të dashur vëllezër e motra shqiptar kudo që jeni, votoni për shkodrën elektronike, vazhdo me shndrit. Shikoni, unë... A zjetër kohë zoti Kurti për Eurosongun? Në fakt ai po gjen kohë për gjithçka veç për punët e veta që ja kanë besu votën njerëzit në Kosovë nuk po gjen. Gjithsesi, unë jam që çdo njeri, domethënë që është fan si muzikës edhe përcjell Eurovisionin ti përkrah aktorët që shkojnë atje për të përfaqësuar Shqipërinë me që ne nuk jemi pjesë. Por mesazhi im për zotri Kurtin është që uroj t'i shëndrit mendja atij pak më shumë për problemet që i kemi në Kosovë edhe ta zhbllokoj situatën në kuvend dhe të ecim përpara. Një analizë për këtë përfaqësuese të Shqipërisë? Më pëlqen jashtëzakonisht shumë, me thënë drejtën. Prej kur e kam ndëgju këngën për herë të parë, edhe si koncept, se si është kënga e shtrime, e zhvilluar, edhe si paraqitje, jashtëzakonisht shumë. Më pëlqen shumë. Edhe uroj që t'jenë sa më lartë. Falenderoj shumë zonja Hoxha për praninë dhe për këtë
diskutim të fundit më relaksues. Faleminderit. Resongin, shumë faleminderit. Faleminderit. Të ndëruar shikues, këtu e mbyllim këtë edicion të Ivanates, ju falenderoj shumë për momentin. Bashkë jemi nesër. Mirëmëngjes.